Në një botë të ndarë mes lindjes dhe perëndimit, shtetet përkrahën dy ideologji të kundërta. Shqipëria zgjodhi të rreshtohej krah Bashkimit Sovjetik. Në vizitën e parë në Moskë, më 14 korrik 1947, delegacioni qeveritar shqiptar i kryesuar nga diktatori Enver Hoxha, Koçidzoze dhe Hysni Kapo u pritën nga udhëheqësi sovjetik Stalini. Pas luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik ishte një nga aleatët kryesor të Shqipërisë, nga pikpamja politike dhe ushtarake. Edhe pas vdekjes së Stalinit, më 5 mars 1953, regjimi diktatorial në dirigjimin e Enver Hoxhës ruajti vijën e ashpër ideologjike. Mëtej, partneriteti me aleatën sovjetike do të shfaqte drithije, të cilat do të çonin në ndërprerjen e marrëdhënieve dypalçe. Në nëntor 1961, Bashkimi Sovjetik tërhoqi nga Tirana të gjithë personelin diplomatik. Me arsyetimin e cënimit të Traktatit të Varshavës përmes pushtimit të Çekosllovakisë nga forcat sovjete, udhëheqja komuniste në Shqipëri më 12 shtator të vitit 1968 vendosi të shkëputej nga Aleanca e Vendeve të Lindjes. Pas rënjes së murit të Berlinit dhe në grahmat e sovjetizmit, në korrik 1990, Tirana zyrtare rivendosi marrëdhëniet me qeverinë e Moskës.